Ka ca ditë që më përflitet emri se të jem pjesë e qeverisë Rama. Ma kanë caktu pazarin, ma kanë gjetë sponsorin, ma kanë përcaktu pozicionimin. Jam arktuar në fillim me lash të rrithte, si lajm është një ushtrim durimi që e njoh prej kohësh, flitet dhe përflitet, por nuk kam reagu gjithmonë sepse unë mërzitem. Duhet të reagoj atëhere kur lugullnia e thashethemit, në fakt, nuk i jep shans dikujt që të mbaj ngrehur sistemin. Një sistem i cili duhet reformuar i gjithi, sipas meje. Thënë këtë, ju a them që në kryet herës, flinit qetë, nuk kam nërmend t'i marrë vendin askujt. Mbi gjitha sepse nëse do merrja vendin dikujt tani në këto momente politike, do të kishte qenë keq për vendin, për Shqipërinë. Në kryet herës do t'ju them gjithashtu në këtë komunikim të shkurtër, qartësues dhe krejt të rehatshëm për mua, nuk më thret mua njëri në politik, nuk pres unë ftesa nga tjerët në politik. Nëse ndonjë ditë unë do kem vendimarrjen time për të hyrë në politikë, do të hyj nga porta ime, nuk i bie portës askujt për të hyrë në politikë dhe as nuk i pres këto ftesa thirrje, sepse thirrjen e politikë kam pasur, do ta kem gjithmonë vet. Vendimi im për të hyrë në politikë do të jetë sepse unë do të kem diçka për t'i kërkuar Shqipërisë, sigurisht sepse kam diçka për të ofruar nëse do të mendoj në ato çaste Shqipërisë. Thënë këtë, kanë ditë që gëlojnë, takojnë Pogradec në jug, në Tiranë, ministra, deputet, drejtues, mendojnë që shqiptarët e kanë gjithë vëmendjen tek porta e tyre nëse do dalë tymi i bardh në këtë realitet qeverisje me re të zeza dhe besojnë gabim që shqetësimi i shqiptarëve është ky. Nuk di sepse seriozisht shqiptarët duhet kenë këtë shqetësim. Sepse ndërsa këta shqetësohen për vendin e tyre dhe postin e karriges tyre, shqiptarët kanë një shqetësim madhor që bërtasin kudo kanë apo jo ende vend në Shqipëri. Ka një besë të madhe për t'u lidhur në fakt. Një besë e njerëzillikut shqiptar për të folur për çështjet e mëdha të zhvillimit, të cilat nuk lidhen më me njishin. Kushdo qoftë emri, cili do qoftë emri, mrekulli e Zotit qoftë ai individ, nuk e bën dot më i vetëm ndryshimin në këtë situatë. Duhet shumë më tepër se sa një individ për të sjell atë që shqiptarët presin në këto ditë të revoltimit dhe të rebelimit normal të shpirtit të tyre që nuk pranojnë situatën në të cilën Shqipëria është krejt jashtë mundësisë, oportunitetit dhe zhvillimit për ata shqiptarë që e njohin tashmë se çfarë është perëndimi. Ajo që duhet i mbaj zgjuar politikanët shqiptarë nuk është një emër që i vjen nga jashtë dhe që i shqetëson establishmentin politik, se mos dikush po i vjen dhe tregon pasigurinë e tyre. Ajo që duhet i mbaj zgjuar politikanët shqiptarë sot është arsyeja se përse shqiptarët bëjnë pyetjen, kanë ende vend Shqipëria apo jo? Jo emri im.